Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje prej disa ditësh komunikimin publik të kryeministrit të vendit lidhur me çështjen gjyqësore në ngarkim të zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e cila është duke u shqyrtuar në të njëjtën kohë nga gjykata kushtetuese, si dhe nga gjykatat e posaçme. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematik, e cila është pjesë e jurisdiksionit të pushtetit gjyqësor. Nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutive dhe legjislativ nga i gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata rithekson se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë, prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprimet konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore, apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. Komisioni Evropian në raportet për Shqipërinë ka adresuar si shqetësim vazhdimin e përpjekjeve të ndërhyrjes dhe presionit ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtar të lartë publik dhe politikan. Gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtrojnë vetëm kushtetutës dhe ligjeve, e si të tillë qëllimi i misionit të tyre nuk është fitimi i pëlqimit të shumicës së publikut apo një pjesë të tij, por zbatimi me fanatizmi i vullnetit të sovranit të shprehur në këtë akte. Vendime gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime, pasi sistemi demokratik i qeverisjes vepron brenda kufive që i përcaktohen nga standardet e shtetit të së drejtës dhe zbatuesit final të këtyre standardeve janë gjyqtarët. Në këtë kuadër, shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë fton dhe i kërkon secili zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohet nga çdo sjellje që cënon ata. Ndërhyrja në veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë zhvillimit të procedurave gjyqësore përbën formën më të rrezikshme në shkeljen e parimit të ndarjes së pushteteve, pasi ka si qëllim deformimin e vendimarrjes nëpërmjet formave të ndryshme të presionit. Mirë pra shikues nderuar, ky ishte reagimi i shoqatës së gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilët tashmë le të themi kanë një lloj ankese ndaj deklaratave të fundit të kryeministrit Edi Rama në raport me çështjen që ka shkuar në gjykatën kushtetuese për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Mirë për të biseduar për të çështje të tjera. Un kam të ftuar sonte në Sken Krimi avokatin Gylsen Zhlima. Shumë faleminderit avokat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si dhe avokat Leonard Karajn. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit juve mi brama. Mirë, unë përpara se të le të themi të nis bisedën, do doja të dëgjonim edhe reagimin e kryeministrit Edi Rama se çfarë ka thënë në rrjetin e tij social X, pra në Twitter. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve pas ka bërë deklaratë për të ankuar për presionin tim ndaj kushtetueses. Dy mundësi ka këtu, ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, sepse nuk e kam parë të ankohen për sa të tjerë që për vite shukundojnë librin e shtëpisë njerëzve të drejtësisë, ose e din që kur ankohen për mua, nuk u hyn gjëm në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, por luftoj për ta, madje duke përtypur në heshtje, si çështje të pavarësisë reale, të shpallur botërisht me reformën në drejtësi, edhe jo pa krejthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve, të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Mirë po gabon shumë shoqata e gjyqtarëve, nëse pret shumë të mbyll gojën të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vet palë në gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj me vota të afër 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Jo vetëm kaq, por shoqata e gjyqtarëve duhet ta di që do të gabonte po kaq shumë sikur të priste heshtjen time për kërkesën e saj skandaloze dhe të përsëritur dhe gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë e të parlamentit. Heshtja ime herën e parë përpara se të merrej ai vendim befasueshëm i turpshëm nuk do të përsëritet këtë herë. Kur me rikthesën në fjalë,
shoqata e gjyqtarëve po tenton të marrë nga buxheti i shtetit, duke anashkaluar qeverinë dhe parlamentin, një rritje të re prej plot 1.600 eurosh. Po, 1.600 euro, plus pagës aktuale, të pagave të magjistratëve edhe të këshilltarëve të tyre. Ndërkohë dhe qeveria e shumica parlamentare që kam derën të udhëheq, mirëpresim krahapur çdo komunikim institucional me shoqatën në fjalë për të adresuar nevojat e sfidat e drejtësisë së re, kur parimi i shenjtë i pavarësisë së gjyqësorit duhet mbrojtur me çdo kusht, jo vetëm nga ndërhyrjet e jashtme të kujt do qoftë, përfshirë edhe mua vet, po edhe nga krimi i brendshëm i papërgjithshmërisë së gjyqtarëve, i cili bën përdit besimin e popullit tek drejtësia. Mirë pra, siç e dëgjuam, unë do doja të ritheksoja edhe një herë atë se çfarë ka thënë kryeministri në fund. Në ndërkohë dhe qeveria e shumica parlamentare që kam derin të hudheq, mirëpresim krahapur çdo komunikim institucional me shoqatën në fjalë për të adresuar nevojat dhe sfidat e drejtësisë së re, ku parimi i shenjtë i pavarësisë së gjyqësorit duhet mbrojtur me çdo kusht, jo vetëm nga ndërhyrjet e jashtme të kujdo qoftë, përfshi edhe mua vet, por edhe nga krimbi i brendshëm i papërgjegjshmërisë së gjyqtarëve, i cili bren përdit besimin e popullit tek drejtësia. Avokat, do më thuash tani çfarë është ky konflikt? Se për herë të parë kemi, le të themi, një shoqatë e cila reagon, se gjithë herët e tjera kemi thënë nga zyrtarët publik, kurse këtë herë adresohen tipikisht kryeministrit Edi Rama. Është bërë vërtet problem kjo pjesa e deklaratave të Ramës? Atëherë, teorikisht po është bërë problem, jo sot, jo dje, po ka gjatë gjithë kësaj periudhe kohore që politika në përgjithësi dhe ekzekutivi në veçantë zoti Rama, në të gjitha rastet e mundshme kur ata u është prekur teorikisht interesi i tyre thelbësisht personal, pavarësisht se ata flasin në emër të publikes, janë munduar domethënë të etiketojnë le të themi trupat gjykuese, gjyqtarë të veçantë apo edhe gjithë sistemin e drejtësisë. Problemi qëndron që në rastin konkret, për mendimin tim personal, kjo është një lloj përplasje super estisur. Të thosha estisur, do ta përkthjelja fjalën. Është realisht estisur. Këta të shoqatës së gjyqtarëve. Po flasim për Engert Pllumbi, në avokat që është gjyqtar i cili ka dhënë disa nga masat e sigurisë. Ndoshta për Veliajn, për Jep dhe një emër tjetër, këtë duash ti. Jo, unë po flas se gjyqtar paktën është komentuar publikisht me integritet, ë? Po mirë. Jep dhe një emër tjetër që të ngrihem në këmbë dhe ta respektoj me grushti lart tani. Atë bën në seancë avokat. Tani këta të shoqatës u ngritën në orën 6 të mëngjesit të bën atë deklaratë që në orën 8 të mëngjesit të dilën media, po ti po tallesh me neve tani apo po tallesh me njerëzit që na shikojnë? Në orën 8 të mëngjesit, ne akoma pa u gdhir, pam këtë deklaratën e famshme. Këta ngrihen në orën 12 më burr. Në 12 pin kafen. Ti më thua mua që u ngritën këta dhe e shtjelluan çështjen aq fort, kishin ngel pa gjumë këta gjithë natën dhe u gdhin në mëngjes për t'i treguar Edi Ramës se këtu jemi ne dhe nuk je ti. Kjo është një gjë totalisht e stisur nga ana e Ramës. Flienga me të kokës, se janë ata aty. Mirë, deklaratat e Ramës ndoshta mund të jenë, por dhe Rama duke sikur etiketon një prokuror dhe një gjyqtar, thotë ai, tregon me gisht për sa i përket çështjes. Edi Rama ka marrë guximin si kryeministër, sepse si person nuk kam asnjë lloj tagri që ta paragjykoj, si qytetar Edi Rama, po si kryeministër kam gjithë drejtën e Zotit, sepse është kryeministri i këtij vendi, që të etiketoj gjyqtar të tipit Marko Boshku. Dhe unë e kam thënë një herë, po nuk e njohin kush janë. Po mirë, ata që se njohin, po e them unë. Është një nga gjyqtarët më me integritet që ka trupa gjykuese në Republikën e Shqipërisë. Gjykatës administrative, shkallës parë, gjykatës i cili mund të ketë dhënë mbi 2000 vendime deri tani dhe janë rikthyer nga gjykata e apelit 2. Ç'është diferencë ka me Engert Pllumbi, një person i cili drejton shoqatën e gjyqtarëve dhe ky me integritet. Kur i drejtohet kryeministrit që shikon se jemi shqetësuar. Në këtë kontekst e kam kur flasim për integritet. A dishe me të tregu për integritet gjyqtarit i tani? E morëm rastin. Okej. Dhe unë të thash ty, jo për ta le të themi për t'ia ulur tempin në bisedës, po të thash këta pas kanë netur pa gjumat natë dhe në 8 mëngjesin nxorën këtë deklaratën. Okej. Tani cila është kjo mendje e shëndosh që e beson këtë gjë dhe unë jam dakord me burr. Le të jem unë budallajki në krahun tjetër këtu ata. S'ka as edhe një gjë. Piksa ball ta dolën aty me deklaratë kundër Edi Ramës. Le tani mos më bëjnë gjëja. Pjesa prandaj po të them që kjo është totalisht e stisur nga Edi Rama, sepse i intereson Edi Ramës që të ketë një përplasje në raport, ta mbajnë të nxehtë debatin në lidhje me çështjen që ka çuar gjykata kushtetuese deri në momentin kur gjykata kushtetuese do shpreh pra deri pas nesër, deri në datë 12. Pra e ka interes, e ka si ushimër që ta ketë
këtë përplasje me gjyqësorin ta ketë në mënyrë konstante. Edhe për një arsye tjetër, jo vetëm për këtë, edhe për një arsye tjetër për të treguar që Andi apo unë apo askush tjetër të mos i thotë domethënë që shiko se ti e ke bler gjyqësorin, ti ke ca njerëzit e tua tu, nuk e bërë domethënë këtë lloj përplasje me gjyqësorin, i tregon popullit ton sy patrembur që jo më dha gjyqësori është i pakapur, ja unë s'kam punë, shikon se unë le themi janë atemoj dhe ata po domethënë më godasin mua me tilla deklarata. Ti po thua që Rama ka rënë dakord me gjyqtarët për të bërë këtë? Jo, është marrëveshje? E ka bërë ai, më ka dhënë ta publikojnë, mos u bëj kaq naiv tani. E kanë bërë, le themi këshilltarët e gjyqësorët pavarur, se kjo është ideja. Nëse flasim për këtë. Se ti më lodh shumë mua vëlla, dhe është shumë herë domethënë për të më lodhur se do rrim në një orë ca 2 orë këtu. Nuk ka gjyqësor të pavarur në Shqipëri. Nuk e thot dot gjyqësor të pavarur Britania e Madhe dhe Amerika. E jo më Shqipëria. Dhe sot po nëse do flasësh për gjyqësorin në tërësinë e vet po të flasë, do thonë jo në raste të veçanta, se në raste të veçanta u di ti bëj. Si te Spaku, si në gjykatë shkallëve të para, si në civile, si te prokuroria, si në gjykatë lartë. Por në tërësinë e vet, sot për shkak të reformës në drejtësi, ti ke një gjyqësor totalisht më të keq nga çfarë ke pasur deri para reformës në drejtësi. Unë vi nga gjykata e apelit sot. Dhe gjyqin e kisha në orën 11, janë futur në orën 3 pa i çerek. Për një gjyq penal. 4 orë? 4 orë. Dhe, po pse jo s'jam vetëm unë më. Pyet këtë duash ti. Të ftoj, sinqerisht ta them këtë, cilin do që të ketë dëshirë. Kush mungonte? Pse kush u vonua? Po më nuk ka nevojë mungese aty më. Aty do shkim pimi kafe, do i lëm gjyqet ashtu siç duam ne, do i bëjmë gjyqet ashtu siç duam ne, fillojmë treshë gjyqtarësh që tresh plus mungesë organike, se duhet të jenë 90, janë 40 apo 50 se nuk i kanë bërë, plus fakti domethënë që gjithë Shqipëria për shkak të reformës territoriale në gjyqësor është mbledhur gjitha në gjykat. Ajo gjykat është vetëm 3 katë në të cilat nuk e di ti që futemi në bodrumet e gjykatës apelit ne për të bërë gjyqje? Në bodrumet e gjykatës apelit janë si thua përshtatur si dhoma gjykimi që futeni aty për gjithë Shqipëria aty më. Është kthyer policia e shtetit në taksi. Se i merr nga Shkodra ose nga Saranda apo nga Vlora, ata që janë për masa sigurimi dhe i sjell në Tiranë. E kupton se ku kemi shkuar apo nuk e kupton se. Ore zotrit, po mirë, nuk na besoni neve. Se ne jemi pal. Ne kemi rrjedhur nga trut e kokës. Po më para 2 javësh a doli ai kongresmeni amerikan? Po. Ai nuk foli për Spakun. Ai foli për drejtësinë të rësi. Po si mundet që një shtet të ketë 200.000 dosje më? 200.000. Okej. Mirë. Çfarë drejtësie do të marrësh ti këto? Do t'i diskutojmë. Mirë, mund po merremi pak ndoshta me shqetësime se edhe këtë çështjen e reformës do ta diskutojmë. Do kemi hapësirë për t'i dhënë dhe kësaj. Unë kam heq dorë, ja le kolegu, po unë kam heq ose do heq dorë ditë pas dite që të merr me Edi Ramën. Sepse më duket vetja domethënë i tepërt edhe në domethënë që të ashtoj bagazhin tim orator, ti shtoj edhe emrin e Edi Ramës. S'është kot më. Okej, mirë. Faleminderit Nard. Avokat, tani më thuaj, po i bën presion Edi Rama gjyqtarëve dhe gjykatës kushtetuese apo jo? Gjykata kushtetuese në muajin janar do të gjykojë rastin e pagës së gjyqtarëve sepse gjykatësit e kanë dërguar rastin të gjykohet në gjykatën kushtetuese. Dhe pse zoti Rama sot duhet flas për pagat e gjykatësve, ku ndërkohë kjo çështje do gjykohet nga gjykata kushtetuese. Unë nuk e kuptoj kush është loja e tij, çfarë don të luaj në raport me qytetarët e tij dhe jo në raport me të drejtën dhe të vërtetën dhe atë që meritojnë gjykatësit të marrin pra pagën e tyre. Pra zoti Rama, për mendimin tim, don të japi një mesazh të brenda Partisë Socialiste që shikoni, drejtësia është ajo e cila ne e kemi reformuar. Ne jemi përballur me drejtësinë, e cila në disa raste mund të jetë edhe pa drejtësi, por në fund fare unë jam ai i cili po luftoj për gjyqësorin duke i thënë që unë po luftoj për pagat tuaja. Tani, kjo më duket pak e çuditshme për pagat tuaja, sepse zoti Rama nuk është një administrator privat që të punojë për interesin e punëmarrësve dhe burimeve njerëzore që ka në kompaninë e tij dhe ta çojë përpara kompaninë e tij. Por zoti Rama është i zgjedhur që të jetë kryeministri i vendit dhe nuk mundet të diskriminojë as gjyqësorin, por as
ekzekutivin, as punojësin e policisë së thjeshtë, sepse zoti Rama nuk kuptohet që mbron të gjitha interesat për të njëjtën kohë. Pra edhe kujdeset edhe për buxhetin, kujdeset edhe për buxhetin. Tani unë nuk e kuptoj pse zoti Rama duhet të merret apostafat me gjykatësit duke i treguar edhe bukën e gojës. Që do të thotë njeriu që të tregon bukën e nuk janë bukë goje më pastaj. Jo, njeriu që do të tregojë për bukën e gojës do të thotë që ai njeri ka një problem, që do të thotë është kryeministri i vendit apo ai ka kuptuar që ka do të thoja pronari i Shqipërisë dhe të gjithë ne duhet të nënshtrojmë përpara pronarit ton. Se këtu duhet të vetë të gjithë diskutimi. Pra kush është loja që zoti Rama don të luaj me gjyqësorin. Po kërkon Rama ta kapi gjyqësorin në këtë lloj forme apo jo? Zoti Rama e ka kapur gjyqësorin, nuk e di Jo, ma shpjego, ne flasim pak me reformën drejtësisë, flasim për një drejtësi të pavarur. E ka kapur zoti Rama, e ka kapur gjyqësorin që në rastin e zonjës Arta Marku, e cila shkoi dhe u emërua prokurore me 69 vota dhe ajo duhet ishte fillimisht me 94 vota dhe prokurori tjetër me 84 vota emërimi i tij. Duke vajtur me 69 vota, zoti Rama ka kapur pjesën më të shëndetshme të drejtësisë së re, që është SPAK-u, është prokuroria e posaçme që gjithë shqiptarët presin të krijojë statistika që të kënaqen me burgosën e kundërshtarëve politik. SPAK-un ky avokat kur sot Rama lufton për SPAK-un për masën e kuzhinimit Ballukut. Rama bën lojën e radhës që të dali viktim duke u investuar si pjesa e atij që është kur del viktim edhe në rast se del për të parë viktim dhe shikon që kur je viktim ke të gjithë rreth vetes, thua ai shkreti çfarë psoi dhe kështu, ti çdo herë çfarë bën riviktimizohesh. Për shembull, Tiku Tahiri viktim. E marrëm si për shembull si një rast i cili na tregon qartazi që nuk ishte viktim zoti Rama, po zoti Tahiri ishte viktim. Dolli rasti zotit Veliaj, dolli rasti zotit Koka, dolli rasti zotit Beqe, dolli rasti zotit Blaku mos gaboj. Pra, në të gjitha këto fazat, zoti Rama ka luajtur viktimën. Dhe kur ka luajtur për të parë viktimën, tani riviktimizohet. Çdo ngjarje që ndodh, zoti Rama riviktimizohet. Dhe çfarë bën ai? Shpik lajmin e fundit. Kush është lajmi i fundit? Lajmi që ai ushqen. Pra do të them një rast. Sot doli ky lajm. E keni parë rastin para se të dilte Lul Basha, i cili ishte i flejtur në aspektin politik se nuk ishte aktivizim, e ftoi Rama edhe u bë lajmi i fundit? Pra Rama punon shumë mirë me marketingun, duke bërë edhe duke stisur lajmin e fundit. Pra, lajmi i fundit që të jetë për konsum, që do të thotë Rama është viktim aktualisht të kësaj ngjarje? Jo, është kryeministri i cili thot luftoj për ju. Zotëri, kryeministri komenton një çështje për cilën është fal. Çështja ka shkuar në kushtetuese. Jo, ai po thot pagën. Nuk thot për Ballukun, ai thot për pagën. Jo, një sekond. Edhe kjo shoqat është e themeluar nga gjyqtar dhe nuk është një shoqat si themi ne për shembull dhoma avokatis që ka një ligj të posaçëm. Unioni i gjyqtarëve duhet të jetë mos gaboj. Kjo është një shoqat tjetër i gjyqtarëve. O duke se ka një diferencë. Por se duhet fliste në shoqata gjyqtare, nuk duhet fliste KLG-ja. KLG-ja, sepse KLG-ja. Qeveria e gjyqësorit është KLG-ja, mos se nuk flet. Më jepni përgjigje se unë nuk e tani sepse është loja. Kush e drejton KLG-n? E diti apo s'e diti? Le, më mi mos e dish. Po thua më mos e di. Më mi mos e di. Thua se nuk le. Shikoj janë shumë emra, thuaj emrin, nuk ka problem. Nuk ka tani sepse është dikush që është vlej sepse e kam pasur që nga çerdhja e kam pasur me KLP-ja dhe KLG-ja janë pothuajse qeverisja e institucioneve që përfaqësojnë një prokurorin tjetër gjyqësorin. Tani pse nuk duhet të dalin ata dhe duhet të dalin një shoqat? Kur kryeministri etiketoi rastin e një prokurori gjyqtare në fletë. Jo, disi e tha. Organet publike kanë mbështetur. Jo, disi e tha. Përmendur emrin. Se ka përmendur. Nuk e tha emrin e Ramës, tha subjekte private dhe publike. Dhe unë tani doja të fusë te Google dhe të shkruaj çfarë nuk kupton në gjuhën shqipe subjekte private dhe publike. Pra e kuptuat me sa delikatese trajtuan zotin Rama dhe mos harroni faktin që pasi ndodhi kjo ngjarje që zoti Rama goditi prokurorin dhe një gjykatës për një sigurim pa dije, në muajin tetor patëm një vrasje të një magjistrati. Pra, kur ti shikon që ai që përfaqëson shtetin shqiptar, sepse është e strukturës shtetërore,
ai person del edhe godet gjyqësorën. Çfarë nuk kuptoni ju? Ju duhet të nënkuptoni që ai person vendosi përpara tabelës së qitjes të gjithë magjistratët dhe ndodhi rasti i apelit dhe u vra. Ma foto shkurt, Rama po bën gabim, ka të drejtë apo është gabim kur komenton çështjen në raport me gjykatën kushtetuese. Riviktimizohet. Rama po riviktimizohet. Është gabim apo është drejt? I riviktimizimit, edhe një herë po të them, riviktimizohet, nuk është viktim. Pra, e vendos veten e tij në pozitat e viktimizimit të vazhdueshëm, çfarë nuk kupton kjo? Që unë jam viktima, ju jeni të gjithë autori. Okej, faleminderit Dima. Ka të drejtë apo jo? Apo cënohen balancat e pushteteve me këto reagime nga njëra palë dhe nga pala tjetër, avokat? Sepse këtu diskutimi është... Po ta marrim kështu, sikur drejtësia të ndërhynte në 1/10 e asaj që hyn ekzekutivi tek drejtësia. Imagjinoje pak. Sikur trupa gjykuse, drejtësia në tërësinë e vet, të ndërhynte, jo të bënte një përplasje verbale, mediatike, siç e bën ekzekutivi dhe legislativi, përkundrejt këtij pushteti, por ta bënte edhe drejtësia identik të njëjtën gjë përkundrejt këtyre. A di se ku do përfundonim apo jo? Ku? Do të nditesh gjithë shteti, besoj. Po sigurisht. Sepse ku të çon kjo? Neve pse kemi të ndarë, domethënë, pushtetet teorikisht dhe praktikisht dhe kemi vënë në një lloj balance, kontrolli, për dalë vetë ajo e kushtetutës, për cilën domethënë edhe e kalojmë për pak çështjen aty. Po do shkojmë kështu. Edhe për shkak të debatit që e kam pas me kolegun, e kam pas me Ylli Manjanin, e kam pas me tjerë, se unë i qëndroj idesë time, mund ta kem gabuar mo. Se u stem që ajo që them unë është e drejtë. Gjithkush gjykon në raport me mënyrën se e lexon. Unë gjykoj që nuk mundet në mënyrë absolute që një le të themi legislativi apo ekzekutivi apo dhe gjyqësori të jenë domethënë totalisht të ndarë, sepse këto kontrollojnë njëra tjetrën. Pro check and balance, kjo është. Ka një lloj check and balance. Nuk mundesh ti të thuash pse po ndërhyn ti tek punët e mia se ka zgjidhun zëvendës kryeminist apo ministër. Unë nuk po ndërhyj te zgjedhja. Unë po ndërhyj te fakti që atë që ke zgjedhur ti e kam quar për ndjekje penale, sepse ndjekja penale dhe një herë tjetër, zonja Belinda Balluku, se më doli goja prapa kokës, nuk është personën e tim. Prit.